Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin dhe po vënë në provë përditshmërinë e qytetarëve në vapën përvoluese, shumë prej tyre po ndryshojnë rutinën, duke shmangur dalje të gjatë orëve më të nxehta të ditës dhe duke kërkuar mënyra për të mbrojtur nga të nxehtit. Qytetarët gjithashtu po kërkojnë hije, freski dhe sa më pak ekspozim në diell, ndërsa përpiqen të përballojnë vapën që ka përfshirë vendin. Ata po ashtu thonë se më shumë preferojnë të kalojnë ditën brenda në shtëpitë e tyre, duke u freskuar nga kondicionerët. Super, nuk o sefte sot, si hojë kur disë dunjoja që kjo temperaturë. Po njerëzit janë të lishtë, nash edhe shkur të shqip, memorin zero. Jo, jasë pak, jo mësu. So bëjat kurzo, regulli sabah aksham, edhe fëtot. Mirë be, mirë është, duhet vera në zejt, duhet tjetë. Ndikojnë, normal. Njerëz të moshuar, njerëz të smut që janë kronik, normal që ndikojnë. Po, mundësisht po. Mrejna ma shumë rrinë. Ndërkohë një qytetare theksoi se preferon të qëndrojë më shumë në shtëpi dhe të konsumojë më shumë ujë. Sedam doma poveć, izbegnuvam definitivno. Pijam voda i uživam u lat. Dobro, ne vjerujem. Jesam navik na të temperaturë, možem i ladni toplo. Ništa, puštam nekaš, kliman, štak. Pavarësisht vapës së madhe, qytetarët po përpiqen të vazhdojnë aktivitetet e tyre të përditshme, duke u përshtatur me temperaturat e larta.